Kuç do reze vëllet gjarë. Arsi Bako! Arsi Bako, një nga zërat më premtues së skenës shqiptare, miqtë dashur, sot për sot dhe me këtë zë kështu të jashtëzakonshëm, e meriton ta themi këtë, do t'ju themi edhe përshëndetje miq për puntatën e ditës së sotme. Sa shpejt u takuam sërish bashkë, realisht kemi ndërtuar këtë marrëdhënien tani që në çdo takim tonin mezi e presim edhe mezi presim të komunikojmë ato dinamikat tona të papara. Po jo vetëm kaq, po ne mundohemi që të vijmë me një personazh shumë potencial që e keni vlerësuar vetë ju, e keni admiruar vetë ju, e keni dashur vetë ju, e keni votuar vetë ju dhe sot ne ju nderojmë dhe ju themi përshëndetje edhe një herë tjetër me Arsi Bakon, po jo vetëm kaq, po është fituesja e festivalit të RTK-s në fakt edhe e parë, fituesja e parë do të themi. Çmimin e parë duhet ta themi. Arsi Bako sot me ne. Mirë se erdhe. Mirë se u gjeta dhe shumë faleminderit. Shumë kënaqësi. Kënaqësi dhe për mua. Shumë e vogël për këtë çmim kaq të madh. Si e ndihesh në atë moment, si ndihesh, të peshon ai çmim mbi supe apo e ke përballuar, e ke menaxhuar? Ka një pesh, po e ka pesh pozitive, po themi, kështu që është një pesh që unë tani do duhet ta mbaj dhe ta shtoj me kalimin e kohës, po avash çdo gjë. E kam marr me qetësi, nuk e kam marr me qetësi, po thjesht ndihem shumë mirë, kështu që nuk ndihem as në ankth për të bërë më tepër tani. E kam, domethënë e di që është nevoja që hapi radhës që ti mirë menduar, po nuk ndihem në presion. Ndihem shumë e lumtur me çfarë kam arritur deri tani. Mendoj që është herët në fakt për këtë arritje timen, po çdo gjë ka vjen e vet, kështu që. Unë mund të them me bie të plot që wow, sa më që pas ka festivale që i vlerësojnë vërtet artistët e rinj, pa që nevoja që të shiten këto festivale. Vërtet, edhe dua të të pyes. Si ndodh rëndomt. E prisje domethënë, kishe këtë pritshmëri sepse realisht kënga është shumë e bukur, është një produksion shumë i mirë, por e prisje ti çmimin e parë. Duke qenë se ishte një këngë pop rock, mendova se nuk do përqafoj kaq mirë ndoshta nga publiku, por që va shumë gabim sepse që në momentet e parë që kam shkuar në Kosovë për prova, kam parë një reagim shumë pozitiv nga të gjithë që e dëgjonin, qoftë edhe nga stafi i festivalit, apo pjesëmarrësit e tjerë, apo edhe njerëz që dëgjonin nga jashtë. Kështu që aty fillova të kisha pak pritshmëri, ndoshta jo për vend të parë, por që kënga do pëlqej. Dhe pastaj vendi i parë ishte një surprizë shumë e bukur. Së bashku me një çmim që ishte çmimi i kryeqytetit në fakt, sepse mora 2 çmime. Wow, pra ti pas ke marrë dhe poshtë me kryeqytetit aty. Po, jam shumë krenare. Po si mbaritën të ti akordonin ty këto çmime, duke marrë në konsiderat që ti konkuroje në një vend? Po, jashtë Shqipërisë. Në Kosovë, jashtë Shqipërisë. Se bashkë jemi në Kosovë, pra je përfaqësuese e Shqipërisë për Kosovën. Kam idenë që ishte gjitha pjesë organizimi, që ishte shumë i saktë, shumë fair çdo gjë, domethënë ishte për të vlerësuar artin dhe jo për të bërë rrushfete, marifete, bryla. Nuk është se ekziston dhe ai çmimi i madh që të gjithë e duan me zor, edhe ishte një Jo, ky çmimi kishte ndonjë vlerë monetare nga pas apo thjesht ishte çmim simbolike edhe kaq. Mua më kanë dhuruar një medaljon, i cili ka një vlerë simbolike. Edhe 2 kupat, kështu që janë edhe ato mbarti një vlerë, sepse besoj medaljoni është har apo jo? Është har? Nuk e di tamam çfarë vlerësh ka, po. Po ka një vlerë. Është Flori Diamonds, që dua t'i falenderoj shumë për këtë medaljon. E vërtet, por mbi gjitha patjetër që mbart mbi shpinë edhe një peshë shumë të madhe, çmimi i parë i festivalit kombëtar të Kosovës edhe edicioni i 3. Është edicioni i 3. Ishte një garë shumë e fortë kompetitive aty, ishte kishte konkurrencë. E ndje konkurrencën e gjithë atyre të pranishëve që ishin këngëtarë. Të gjithë konkurrentët ishin këngëtarë shumë të mirë me shumë vlera, me zhanra nga më të ndryshmit, performanca shumë dinjitoze dhe për më tepër kishte larmishmëri në performancë. Domethënë kishte këngë balada, kishte këngë ritmike, kishte këngë rock, kishte këngë pak më elektronike. Kështu që kjo është një gjë që më bëri shumë përshtypje edhe mua. Edhe mendoj që ka bërë një spektakull shumë të plot. Gjithë kjo pjesëmarrje, domethënë, zëra që unë nuk e kisha dëgjuar më para, por me cilat jam befasuar, kemi patur mundësi të flasim e të miqësohemi. Ke dhënë një intervistë ekskluzive patjetër direkt si mbarove more çmimin direkt të thirrën. Besoj ku e ke dhënë të parën fare. Kam përshtimin te Radio Kosova. Po në Shqipëri? Në Shqipëri nuk e mbaj më. Ke qenë gjikundi? Isha në RTSH, po me Andrin. Më duket se ishte e para me Andrin. E ka dhënë patjetër intervista. Mirë se po. Të flasim pak për produksionin, një bashkëpunim me Gjergj Kacinarin, që përshëndesim. Mirë që ne kemi edhe një intervistë, kemi folur një puntat më vonë. Më trego pak për krijimin e produksionit të këngës, si erdhi kënga, mesazhi që mbart. Faktikisht kënga erdhi prej Gjergjit. Ishte një propozim?
ishte një propozim, ishim në një bisedë për bashkëpunim, sepse me Gjergjini ishim dhe nga më përpara, po nuk ishim patur një bashkëpunim. Mirë po, ky bashkëpunim solli dhe 2 të tjera, kështu që kemi 3 projekte me Gjergjini. Që nuk janë zbuluar akoma. Kështu në furë. Gjithçka ka rrjedhur shumë natyrshëm. Shumë natyrshëm që në fillim, domethënë e gjetëm atë urën e komunikimit shumë kollaj, ishte si bisedë mes miq edhe po diskutonim ide shumë lirshëm, pra çfarë më pëlqen mua, çfarë i pëlqen Gjergjit, çfarë duam ne të transmetojmë mesazhin. Faktikisht për mesazhin nuk donim të ishim dhe shumë të thellë, por në të njëjtën kohë donim të jepnim një frymë pozitive dhe një frymë motivuese për gjithë që do të dëgjonin këngën. Dhe mesazhi i cili është? Faktikisht është një kërkim për tu kuptuar edhe për të ndjer edhe gjithashtu për të treguar që mund të gjehet motivimi dhe brenda vetes son. Pra, nëse na ndodh diçka e keqe, nuk është se mbaron jeta aty. Domethënë, duhet gjetur forca brenda vetes për të vazhduar akoma më tej. Janë mesazhe shumë të bukura dhe muzika pikërisht këtë rol ka për ta përcjellë më pas, edhe gjithë ata të cilët edhe mund të jenë në një moment të vështirë, pikërisht kënga jep forcë edhe muzika, patjetër dhe zëri jot është shumë e bukur. Tani do të doja të pyesja pak edhe për pjesën e artistëve të rinj, të cilët je një artist e re në skenën shqiptare, le të themi me një debutim shumë të mirë, me një performancë të jashtëzakonshme për sa i përket pjesës së karrierës tënde Arsi, si gjendesh sot në tregun muzikor shqiptar? Faktikisht unë mundohem që mos ta kem shumë mendjen te si ndodhem unë në treg, por është e pashmangshme sepse në mënyrë që të ecim përpara apo që të dua që ta shpërndaj artin tim më shumë njerëz të jetë parasysh sigurisht kjo pjesë. Unë ndihem shumë mirë faktikisht, ndihem shumë e vlerësuar. Mendoj që për këtë pikë që jam, po marr atë njohjen e duhur. Mund të jetë më shumë, mund të jetë më pak, po unë ndihem mirë me veten time dhe mendoj që çdo gjë do të vi gradualisht, nuk e kam nevojën edhe për atë famën e menjëhershme. Absolutisht. Sepse nuk bën mirë, kam përshtypjen. Jemi shumë të flas suksesi më mirë se sa Jo, ti je më shumë Arsi, je shumë për këto vajzat që dalin për dhe debutojnë si thon topless, gjysmë nudo, gjysmë veshur, gjysmë zhveshur edhe i japin më shumë rëndësi performancës se sa zërit, se ka dhe zë, po ndonjëherë duan ta mbulojnë me qëllim që të kapin më shumë koncerte brenda dhe jashtë vendit. Tani se unë kam parë këto gjëra dhe tani më vjen keq mos ta diskutoj se gazetar jam të punë bëj. Ke të drejtë. Puna është. Po do të jesh e vërtetë. Ato kapin koncerte dhe ca lek më tepër. Pra, kush kap koncerte? I kapin koncerte, tani kjo është e vërteta, po unë personalisht nuk është se i dëgjoj ato këngë, se këngët që bëhen me videoklipe të tilla nuk janë për të dëgjuar, janë për të parë. Kështu që unë vlerësoj më shumë, unë personalisht te një këngë vlerësoj më shumë atë që dëgjoj. Pjesa vizuale është plotësuese. Po në rastet që jepet gjithë vëmendja pjesës vizuale dhe këto, është për të fokusuar tek vizualja. Po pse ndodh kjo? Sepse ka një mungesë talenti dhe domosdoshmërisht kanalizohet kjo tek pjesa tjetër. Talente ka plot, problemi është që fondet gjenden diku tjetër. Mund të dalin kështu topless. Ku janë fondet? Ku gjenden? Janë tek vajzat që dalin topless dhe bëjnë videoklipe me shumë njerëz. Faktikisht jo vetëm vajzat, ose po e kalojmë shumë te vajzat. Edhe djem pafund, domethënë. Po turret u varen po turret, do jesh i fare se do. U varen atje poshtë. Ideja është që jemi të gjithë të lirë dhe në momentin që dikush ka mundsinë, pse jo Si mendon ti, arti pranon të gjitha, si thua ti, arti është Arti është për gjithë, me thënë të drejtën. Pastaj, është art. Është për të gjithë sigurisht, po. Është arti mirë apo jo? Jeti me këtë ide që arti pranon të gjitha, do të thonë çfarë lloj gjëje qoftë ajo, se ka vajza që dalin dhe debutojnë dhe thonë që unë po bëj një top art këtu me trupin tim, body art, është një term. Kjo, sepse edhe më duket sikur ajo është abuzive, pa ndërhyrën që të ndikoj ty, po ti si mendon në këtë drejtim? Me trupin mund të luhet shumë bukur, po ka një vijë shumë fine të atit të kalimit, me thënë nga vulgariteti dhe shikon ajo fija. Duket se atë finë e kanë prerë si shumë, e kanë prerë shpejt fare dhe ndaj ka dalë është bërë bërnut fare nga krau tjetër, ë? A, thua ti këtë gjë mendon? Unë faktikisht nuk po i ndjek shumë videoklipet. Po konkurrencë me këtyre Arsi? Jo, ja, nuk unë mundohem të jem pak e spostuar dhe të bëj muzikë për qefin tim, pastaj se ju pëlqen të tjerëve është një plus shumë i madh. Më ka rezultuar mirë kështu. Domethënë, çdo që projekti që kam nxjerr, jo vetëm që e kam pëlqyer unë, po e kam pëlqyer edhe të gjithë që e kanë ndjekur. Kështu që unë mendoj kjo është ajo qëllimi që duhet të ketë një artist.
Gjithashtu Arsi ke shumë pjesëmarrëse dhe në shumë emisione që janë bërë në televizion, ke shumë aty prezente me artin tënde dhe me muzikën tënde. Të kanë ardhur këto oferta dhe patjetër që e percepton si një aset median, në këtë rast ka ndihmuar media për shembull në formimin tënd si artiste. Patjetër shumë, sepse një bashkëpunim me Ermal Peçin, duhet ta themi në spektaklin e tij, Arsi ka parë tek Fiodora Fiora gjithashtu. Kam dalë tek Portokallia, në Portokallik, në Top Channel është e vërtet ke qenë. Bravo, Samira. Po vaj më tjetër. E ke qenë vetë shumë bukur, bravo. Që duhet themi me emër në Shqipëri. Po, me thënë drejtën. Kjo ka qenë një shtys kjo për ty, një katapult e mirë. Duam janë televizionet ato që ndiqen dhe patjetër. Kam njerëz në rrugë që thonë, "O ti që këndon aty, o ti që këndon aty." Edhe plus për të një benefit. Kënaqësi e madhe për mua faktikisht dhe jam rritur shumë edhe muzikalisht po themi sepse kam është dashur që të këndoj kënga më të ndryshmet edhe e kam sprovuar veten time në zhanra nga më të ndryshme. Po ku e ke sprovuar? Ku më shumë? Ku je më tepër ti? Për shembull. Unë më tepër personalisht jam te këngët e ndjera dhe baladat, po kjo është një tjetër. Po neve tesh na prek zemra popullore. Që është t'ja bëjmë na këndosh popullore. Atë nuk e kam prekur. Atë nuk e kam prekur. Stoj marr Arsi njerëz shumë popullore. Arsi je gati? Arsi ka emër origjinë ti Arsi? Çame, unë jam Çame. Aha. Po mirë, një këngë Çame do na këndosh ti. Po hajde tu mankuqe, po kapi çështu. Na e drejtoro fare. Hajde. Përse ka? Jemi gati. Do je këtë, tu mankuqe. S'ka nevojë për bazën. Arsi është e ka sprovuar veten në zhanre nga më të ndryshme. Edhe tu mankuqen e kam kënu pak më rock. E di, është vërtet sepse ti je pjesë e spektakleve, domosdoshmërisht ti nuk do të këndosh vetëm te baladat, te vetë muzika pop, varet se ku u futesh më shumë. Edhe te popullore. Tu mankuqe moj bel, më bën me sy, më bën me dorë. Tu mankuqe moj bel, më bën me sy, më bën me dorë. Më bën me sy, më bën me dorë. Të pret djali në vorë. Më bën me sy, më bën me dorë. Të pret djali në vorë. Hajde. E shikoni, e kaluam me sukses. Version Arsi, po s'ka problem. E kaluam me sukses të sprov, por unë pa i mund Arsi që ka kënduar një ca këngë bukur shumë aty kur kemi shumë pjesë aty formatit televiziv me Fiodora Fiora, që ka qenë fest. Po, në fest. Në fest, po. Edhe Arsi na ka mrekulluar, na mante këto i sot se ne ishim kështu amator aty këndonin por rishën që aty këndonin çik në një gjë. Edhe është ajo kënga tjetër e Kozma Dushit, alo, na ato, okay. Alo, ty të dëgjoja. Plezërin të ngrohtë, unë pranë doja. Wow. Faleminderit. Se nuk kompletoj pjesa tjetër. Dhe në shasta. Nga trova tekstin duket. Okej. Traktu një me rahat. Sa më mirë shumë. Na duhen këto për viralitet. Arsi, dua të pyes pak për bashkëpunimin që ke pasur ti me Irini Qiriakon. Nuk kam patur një bashkëpunim me Irini Qiriakon. Si ka ndodhur ky bashkëpunim? Më trego pak. Cili bashkëpunim me Irini? Ke pasur një bashkëpunim me Irinin ti? Irini Qiriakon? 5 vite më parë? 5 vite më parë. Nuk mbaj. E pamët apo jo? Jo. Madje na ka shkruar edhe një portal për këtë. Për zoti kujto se ti ke ja. Arsi të kalet memoria? Ja, prit, ja ta shikosh këtu. Irini Qiriakon dhe Arsi Baba. Se unë nuk dua që të ta tregoj për zotin se Arsi? Se çfarë ndodh? I sillim ne këngëtarët këtu dhe themi ne se ne navigojmë jemi gazetare, kupton? E u futemi thellë këtyre historive, këtyre portaleve. Interesohemi, shikojmë lajme lart e poshtë, edhe ç'a bëjmë? Gjejmë ato lajme që kanë qenë pak më herët në kohë për të zbuluar ndonjë detaj se ju vezdojnë na tregoni. Edhe ne përpiqemi që t'ua zbulojmë. Për çfarë po flasim? Ja, Okej. Tregoja? E tregoj? Po si kush ftoi kë? Kush e ishte ajo iniciatorja që Ishte ajo që mori këtë hap e para apo erdhi nga aty si? Nuk e di çfarë po ndodh, është një prank ky. Jo, e kam vërtet. Ja, ishte vërtet gjej. Nuk do gjejmë gjë se ishte një prank. Arsi.
Mirë Se që jo, zbulova. nuk është një bashkëpunim me Irinin. Unë e njoh, kështu që mund të ndihmoj. Pse jo? Unë kam respekt Arsi të u madh për çudita ka Irinin gjithë, Qyriakun. domethënë, ku është bashkëpunim Po që po mendoj më se thua dhe ti mua. edhe harroj Dhe ndonjëherë unë me çfarë. si E shikon pra që harroni dhe ne futemi thellë, kërkojmë navigojmë që t'ju zbulojmë të pa. Irini Qyriaku dhe Arsi Ishte Bako. epik, duhet të thënë. Po. Kështu ditërisht, kështu, komplet. Se ju ndonjëherë harroni dhe t'i thoni këto gjëra. Harroj. E bravo, se shikon. Mirë, ishte një trend. Okej. Ndërkohë Arsi di edhe ti imitoj Irinin, ja kam zbuluar unë këtë. Hajde Arsi. Faktikisht kur po bënit prankun mendova se do dilni diku, se është një gjë e vogël që Tuita ime pesh po shumë lart, po. që e kemi shaka familjare që unë kushëririt nuk e di pse një ditë vendosa ti them o të keq në më tramoj, edhe kjo ka ngelur si një gjë dhe unë mendova se kjo ishte zbuluar nga dikush, por jo. Edhe këngët e Irinit i këndon, no? Jo, nuk i këndoj këngët e Irinit. Ndoshta në një të ardhme, po. Po, akoma. pse si këndon? Nuk është stili im akoma. Po e kapë shumë mirë zërin e Irinit. Irini të përshëndesni fort edhe nëse po mund ta dëgjoj dhe mund të na shikoj. Irini kemi shumë xhan. Po, të presin që të na vishin në shumë studio, figura mezi po e të presim. Dhe ëmbëlsia e Irinit është një tjetër gjë. Që e vogël e kam patur shumë që faktikisht. Edhe Irini përcjell një pozitivitet, domethënë, si nuk e di. Energjie. Që e vogël nuk e di, e kam pak shumë me syt me Diza, nuk e di pse. Se nuk është muzika që unë dëgjoj normalisht, po Mjafton ka që qenë. Irinin, kështu edhe të tikë mërzitja realisht. Është vërtet me yll ball, janë artistë mëdhenj, vërtet shumë. Po një bashkëpunim e ke bërë ti, po do na e thuash se me kë? unë kam bërë një bashkëpunim me Eugen Bushpepën E për ke një bërë? festival, po. Në natën e nostalgjisë që ka qenë. Ja, kështu do flasim pak seriozisht, nata e nostalgjisë, po. Po, në pjesëmarrjen Le të time themi të që janë dytë. këto netet arsi që klikohen më shumë, publiku besoj që ka po. një atat jashtëzakonshme për sa i përket netëve të nostalgjisë. Që janë ata emrat e mëdhenj që, domethënë, nder i madh për mua të kem kënduar me Eugen Bushpepën, që e ndjek në për koncerte, e adhuroj prodhimtarinë e tij, këngët e tij, edhe domethënë energjinë që ai ka në skenë dhe arrita të këndoja në një këngë me të, duet i cili ka dalë në një formë të mrekullueshme, që është s'mundem të jetoj pa ty. Edhe një këngë kaq energjike, ka dalë aq bukur, ndërthurja zërave, është një duet që do ta mbaj mend përgjatë, edhe nuk e di, ishte kështu si një ëndër e realizuar për mua. Të isha në një skenë me Eugentin. Shumë e bukur. E kemi parë Arsin në për festivale, jemi shumë në media, gjithashtu në ekran, të zbulojmë pak më shumë tani për jetën personale të Arsit. Okay. Përpara se të filloj unë të pyes si niset, si zhvillon, si përfundon një ditë jote, ja të pyes një kështu e lidhur, e zgjidhur, kemi dikën në jetën e Arsit. Çfarë mund të zbulojmë shumë nga jeta personale? Kësaj vajzës ka shumë të ëmbël që del në ekran që njerëzit që na ndjekin kanë atë kuriozitetin pse jo të zbulojmë pak më shumë. Unë jam shumë e lumtur me veten Je time. lumtur. Po. Ama, ka që na thonë gjithë neve. Po ju vetë për ta mbyllur të punkiti Është gjithkohës. përgjithshme kjo. Të na thoni juve Më gjithmonë. vjen keq, nuk kam më shumë Se çaj të për thot t'ju ai, dhënë. se nuk të thot ai për shembull që rrym muzikore kalon nga këtu. S'të thot, Kush të ma thot? S'ka thot për shembull Mami dhe babi. Po ja. Ka një princ të kaltër aty tek ty? Kemi një princ të kaltër? Jo, Për Arsin akoma, nuk e Unë do kemi. doja që të ishte, po nuk ka një princ. Po s'ka, me vërtet, po se ku jam? Pak vështirë. Po e vërtet të hallë që janë gjitha gocat sot. pse Pak kështu? vështirë komunikimi, nuk e di, Si interesat dhe e komunikimi me përbashkëta. muzikën tënde, qa nuk marrin vesh. Nuk gjej Nuk dot i atë kap mentalitetin antenat, kapën antenat me njëra Çfarë duhet të ketë për linja. shembull një djalë që Interferon shumë, interferojnë këta. Ato kërkesat e Arsit dhe të futet të bëhet pjesë, pse jo, e zemrës së Arsit. Duhet mos jetë shumë tipik, do me thënë, të ketë sa mendime. Mos të jetë tipik, po të jetë atipik, që do me thënë se këta atipikët janë që Shumë atipik, më kështu, po pak më të ka atipik. përcyer këta atipikët. Çik të ka përcyer. Kur e kam parë Arsin në fillim, më dukur vajzë domethënë ka këtë stilin perëndimor, dhe patjetër që e do edhe djalin tjetër ashtu. Më të emancipuar, nuk e do tipik shqiptar. Shiko, E do pak varet më të ka shumë, se përcyer. mund të dali dikush që marrën bend zemrën pa dashur edhe thjesht. Dashuria nuk pyet, kështu që Unë thjesht kam preferencë. me tre karakteristika, cilat janë karakteristikat cilat ti vlerëson më shumë tek Mendje hapur, me humor edhe mendje hapur, të ketë humor, edhe nuk e di çfarë mund të jetë e treta. e do ne që kam ambicioz. Të ketë një çik financat mirë, ambicioz Po, këto. shumë e rëndësishme. Po financat jo, që të sponsorizoj këto videoklipet, kështu gjëra. Jo, s'ka problem. Punon veti. Do vetëm këto E, pjesën sa mi time. që gjej çupa që flasin Po, kështu. po. Pra, normal që punon veti se Deri tani ashtu
Jo, babi, faleminderit babi. Supporti është familja, absolutisht. Babi dhe mami, patjetër, por dhe Arsi patjetër që ka... Patjetër dhe unë pjesën time. Mundohet. Po dëgjoj, po çfarë të lidhur me arkitekturën? Arkitektura, arti, muzika, art, një familje e madhe. Është pjesë arti dhe arkitektura. Patjetër, është shumë e ndërthurë. Domethënë, arkitektura, po ti futesh thellë, ka një lidhje shumë të ngushtë edhe me muzikën specifikisht. Unë po mundohem të gjej atë lidhjen dhe të fokusohem pak më tepër ndoshta te një kombinimi të dyave. Patjetër që do një specializim shumë të madh për të arritur tek ajo. Çfarë viti jeti të në vit të 4. Edhe po, kam dhe një vit. Ideja është që arkitektura ishte një zgjedhje që unë e kam bërë me ndikim edhe nga babi im, po thjesht gjithashtu pasi ma propozoi, i hyra pak edhe unë kam dorë për pikturë. Kjo është lidhja e parë që është bërë në fakt. Po. Kështu që ishte një shtys edhe tani që jam futur vazhdon dhe rritet domethënë pëlqimi që unë kam për arkitekturën sepse është një deg shumë fisnike, po themi. Shikon veten në arkitekturë për shembull në muzikë. Të dyja së bashku. Kjo ka qenë ideja gjithmonë që unë dua t'i vazhdoj paralelisht, sepse muzikën dua ta lë pasionin tim. Në sensin jo ta lëm brapa apo diçka tillë, jo ta lë si një hobi, por nuk dua që të varem financiarisht nga muzika. Pra, nuk i diet kurrë jetës dhe unë mund të hyj në industri, mund të mos kem fatin e duhur dhe një ditë përfundon karrierën ime muzikore, kështu që shumë pluse të kesh, aq më mirë është patjetër. Patjetër. Tani, tek muzika e karaokes, çfarë do të bëjmë? Te karaoke, po ne po ta vëmë në sfidë Arsin, sido që jetë puna Arsi Arsi patjetër që na mund ne tek kjo. Po, e avantazhon shumë situatën, po dua të pyes me kështu për shembull se mua më jep shumë shije të Xhuzi Ferrerit në timbër zëri, pak në imazh, kështu në performancë, i njeh në një këngë Xhuzi? Italiane për shembull çe ke marrë me muzikën italiane. Nuk këndoj shumë, me thënë të drejtën, duhet të këndoj më shumë, po nuk. Ke ndonjë këngë kështu të preferuar për shembull italiane? Çfarë repertor është ndjek zakonisht? Performon makinë për shembull kur je. Po huaj apo shqiptare? Parole, parole, parole. Parole, parole, parole. Parole, parole, parole. Parole, 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 parole. Parole, parole, parole. Parole tra noi. Ajde, çfarë? Rendir, duket prap nga trova tekstin, po kë ke s'ka gjë po. Kë ke në familje mami, babi që janë kanë një çik kështu talent për muzikë? Nuk këndojnë, vesh muzikor kanë edhe kanë shumë shije muzikore, po nuk këndon njëri në familjen time faktikisht. Daja ka qef të thotë që këndoj. Daja domethënë burret që gjasme e ka marrë prej tij, por nuk është se është dikush që ka kënduar seriozisht. Kam hallën që është regjizore që thuaç është ajo delli i artistit në familjen tonë, kështu që Suela Bako. Suela Bako, e përshëndes fort, e kam shumë zhan. E përshëndes. Zbuluam dhe hallën. E përshëndes. Ku është tani Suela? Domethënë ku punon? Në teatrin e Durrësit, tek Aleksandër Mojsiu, po. Shumë mirë, shumë bukur. Të ka suportuar, të ka ndikuar. Patjetër, gjithkohës. Janë mbështetja ime më madhe. Po, këtë vit si kaloi, domethënë në Vera, si shkoi? Ishe pjesëmarrëse në këto eventet muzikore të lounge bareve? Kam qenë. Kishe kërkesa apo jo? Si ishte, si duk ty? Kam qenë, po kam patur dhe më mirë. Domethënë fillimi i verës ishte pak më i vrullshëm dhe pastaj po koncerte. Po, patjetër. E ke kthyer edhe në profesion, patjetër edhe unë e bëj me shumë kënaqësi madje dhe mendoj që nuk bëhet pa muzikën live. Domethënë aty është ndjesia e vërtetë e emocionit. Aty përballesh. Aty përballesh direkte me dëgjuesin. Kush e zbuloi talentin tek ty? Kush mami, babi, vetë ti? Vetja. Unë besova te vetja ime derisa besuan te të tjerët. Ti kështu që më thonë dhaja i gjen tek vetja, e talentin që ka gjetur Arsi. Jemi gati për një rubrikë shumë të bukur tani, me po ose jo do të përgjigjesh Arsi. Gati? Edhe timerin e kemi në sfond edhe nisim një herë miq pa humbur kohë. Ke gënjur ndonjëherë për shpëtuar veten? Po. Ke bërë ndonjëherë diçka për të tërhequr vëmendjen e dikujt? Jo. Ke pasur ndonjëherë zemërim të madh ose ke fshehur atë? Po. Ke bërë ndonjëherë diçka që të turpëron për të tjerët? Jo. Ke flirtuar ndonjëherë me dikë të fejuar? Jo. Ke fshirë ndonjë mesazh që nuk do të duhej? Po. Ke pasur ndonjëherë pasion për dikë që nuk duhet? Jo. Ke thënë ndonjëherë po kur në fakt duhet të thoje jo? Po, sa duhesh. Do të. Ke bërë ndonjëherë diçka të palishme pa u kapur? Jo.
Jo, gocë rregull shumë Arsi. Ke kaluar natën duke parë filma pa fjetur? Po. Na ka ndodhur kjo gjithë më. Çfarë filma shikon zakonisht? Seriale të ndryshme, nuk është se. Ke nerva ulesh shikon? Jo, I kam një herë në aq, po më kapi zgjat disa javë. Po çfarë janë këto? Thriller, dramë, komedi, Romans, thriller, çfarë tjetër? Varet ku e ke. Ke gjetur ndonjëherë justifikim për të shmangur punën? Po. Ke bërë ndonjëherë një veprim që e di se nuk është I drejtë, por të pëlqen? Pra ke pyetur veten tënde në këtë rast. Po, ka ndodhur. Pak raste, por po ka ndodhur. Kjo ishte rubrika miq, me po dhe jo. E kaloj me sukses direkt Arsi, kështu tak. Dhe pa filtra, gjithmonë pa filtra. Do të pyes Arsi, aktualisht je duke menduar për një bashkëpunim tëndi? Për bashkëpunim në fakt nuk është se kam një projekt në mendje, dua të nxjerr disa projekte të mia të kompozuara nga unë. Pra ti nuk do të bësh një bashkëpunim, nuk mendoj që mund të kombinosh shumë bukur me ndonjë. Unë kam shumë qejf faktikisht. Është në planet e mia, por ndoshta pak më të vona. Ndonjë ofertë ose ti për shembull t'ja u propozosh atyre ose ndonjë dëshirë që do doje ta bëje sot nëpërmjet ekranit? Deri tani jo. Nuk më vjen diçka në mendje se do të thosh. Do të ngacmoj pak, dua të pyes një herë. Cili është nga artistët shqiptar që ti e vlerëson për shembull shumë edhe do doje pse o ta kishe një bashkëpunim? Po diet mund të dëgjojnë ata tani, ja? Po vlerësoj shumë Bojken Lakon që më kanë mbështetur që në fillimet e mia, edhe nuk e di pse mendoj se Bojkeni. Po, patjetër, domethënë për të gjithë artistët e rinj njihet, domethënë është e vërtetë. Është Boku. Mendoj që mund të lejë një bashkëpunim shumë interesant me Bokun, me Shpatdetën se unë vdes për Shpatdetën. Goc me shi. Pse jo Vlashentin, po më duket thash vetëm çuna, okay. Vlashen Sata. Po. Nuk e di tani, s'po më vjen gjë. Ndoshta me Marcela Çibukaj mund të dilte gjithashtu një bashkëpunim interesant. Se di pse shikoj unë ty një Marcela të ardhshme, kështu kur shikoj të vizualizoj goxhasti Marcelan. Kemi pak më duket tim për të ngjashëm diçka. Diçka aty qëndron, po. Nuk e di tjetër, me artistët e rinj pse jo, nuk e di me kë specifikisht tani, po jam shumë e hapur ndaj bashkëpunimeve, nuk është se. Kështu kanë konkurrencë artistët e rinj me njëri tjetrin, për shembull e ndjen ti ndo pak këtë gjë? Mes artistëve të rinj. Për shembull te fusha jon, te fusha artit medias, ndjet pak, është prezente. Ti e ke ndier këtë gjë? Nuk do thosha konkurrencë. Ndoshta jam unë pak shumë e distancuar nga kjo gjë, domethënë nuk e dua me ngulm. Po erdhi te unë në rregull dhe unë e pranoj me krah hapur. Po nëse s'është e thënë, thjesht është për dikë tjetër. Kështu që unë personalisht nuk ndjej konkurrencë. Nuk mendoj që është konkurrencë, po thjesht është fakti që ekzistojnë pak skena këtu në Shqipëri, edhe kushta kapim përpara. Po kjo nuk është një gjë e keqe, nuk është negative, është thjesht ajo që është konkurrencë pozitive në fakt, patjetër. Konkurrencë pozitive? Jo, konkurrencë pozitive, se është nxit, se patjetër të nxit. Aq vende duhet zihen, nuk është se shtojmë dot në tepër. Jo, domethënë kur ka konkurrencë pozitive është okay, kur është ajo negative, jo, nuk duhet. Se krijohet një atmosferë shumë e keqe pastaj. Tani, na trego pak për të vajzën që kemi parë në ekran. Si nis, si zhvillon, si përfundoi një ditë e jotja. Na trego pak. Ja këtë gjë njerëzit nuk e dinë për shkak. Këtë s'e ke thënë kur këtë pyetje. Si nis, si zhvillon dita e Arsit. Unë mezi çon në mëngjes. Sepse pak më shumë të dita. Flevon shumë keq. Çojsh herët në mëngjes? Jo, nuk çojm dot herët. Mundohem të çojm herët, po maksimumi im është ora 7:45. Okej, që bësh gati më pas. Po, 7:45 zgjohem nga gjumi. Deri në 8 jam në krevat. Dhe pastaj vishem, bëhem gati, mundohem të bëhem gati për çerekore, po nuk ndodh asnjëherë kjo. Kështu që pasi jam për gati, duhet të pyes një herë babin a më çon dot në shkollë. Nëse s'më çon dot babi në shkollë, do shkoj vet, a me taksi a me autobus, kjo është një çështje tjetër. Rrugë gjatë për në shkollë sepse e kam pak larg, po çik trafiku ndikon, ai mëngjesi nuk më shijon shumë, s'ka problem. Mëngjesi jon. Po s'ka gjë se gjej pak momente për veten time dhe vë kufjet edhe meditoj. Muzika shoqëruese gjithmonë. Në faktikisht nuk është aq shoqëruese sa duhet jetë sepse e dëgjoj vetëm kur jam në rrugë, por duhet ta shtoj pak në përditësinë time. Gjithsesi, domethënë këto momentet në autobus janë shumë inspiruese për mua. Ndonjëherë kanë ca shkëndija aty që edhe më bëjnë të shnoj diçka për shkak të. Po çfarë aty në autobus zakonisht ose ngjihen fort me njëri tjetrin ose janë grushti ose çka kush është momenti? Do të thaj grushti ta nxit një gjë, domethënë të flasësh për inatin e shoqërisë, ta kthesh në art. Po mund të jetë arti. Për shembull njerëz në moshë pak më të madhe janë shumë interesantë. Domethënë ti thua që rriuni sa më shumë që të mund të shkruaj tekste këngësh? Po një moment ka puthje në autobus?
Nuk kam parë në fakt Se në kur je autobuset kontakt tonë. me publikun patjetër që ndodh edhe frymëzimi. Po në një ja- vjedhje kështu për këta xhapistat, Jo, kishe ato një nuk i këngë për duam. ta, po s'ke këngë për Ata ta. nuk i duam. Po në përgjithësi ku frymëzohesh Arsi? Arsi, ku frymëzohesh më shumë? Te gjërat e vogla, te gjërat humane. Domethënë, nuk e di pse, po përlotem sa herë që nuk e di as çfarë, për shembull të ndihmoj një njeri në rrugë që ka nevojë për ndihmë, ose thjesht të ndihmosh një person të moshuar të kaloj rrugën. Janë sa gjëra të vogla që mua më mbushin, se fatkeqësisht nuk i shohim shumë në ditët e sotme. Domethënë, është secili për veten e vet, jemi pak të verbër. Po, mungon. Njerëzit janë më pak empatik. Unë mendoj që mungon dhe unë mundohem që ta ushqej te vetja ime. Ndoshta nuk bëj dash mirë, po dua domethënë sa do pak të shtohet kjo ndjesia e dëmshurisë edhe për të tjerë. Domethënë mos mendojmë vetëm për veten tonë, po të shohim pak edhe perspektivën e njerëzve që kemi rreth nesh. Sa do pak t'ja bëjmë ditën më të mirë dikujt. Mesazhe të bukura që vijnë kështu edhe. Mesazhe kështu për të folur bukur flasim gjithë ne, po muhabeti është ç'a bëhet në konkretisht dhe realisht se s'ka gjë. Po nisi te njëri te ne është. Të pyes, kush personi më i veçantë në jetën tënde? Personi që ti e ke kështu si një rol model, personi që ti inspiron, të frymëzon. Kush? Tani, mos u mërzit mami, por është babi. Do thot babi, gocat e kanë. Në vërtetë? Gocë babi. Pra ti shikoj gocë babit? Duket Si guxon ti thua kështu? Dua ta bëj pak emocionues në moment. Shikoj si te kamera përballë dhe thuaj disa fjali për babin tënd. Kamera dhe studioja është e gjitha për ty. Ç'kemi babi? Të puth fort, unë jam goca jote, kam nervat e tua, po kam edhe ambicien tënde, edhe e di që je strikt her pas herë, po kjo është kanë qenë gjithmonë vetëm për të mirën time, kështu që unë të vlerësoj pafund për gjithë mundin që je për mua, edhe mamin, nëse nuk po e përjashtoj mamin këtu, po thjesht e di ti që ti je më kritiku, edhe kjo gjë ka rezultuar në rritjen time të vazhdueshme her pas here. Kështu që të puth fort. Edhe ty edhe mamin, ë? Mos harrojmë. Çfarë dedikimi prekës. Po kështu, në një moment të dhimbshëm ose në një moment të gëzueshëm me familjar, për shembull? Po, mundohem. Se konkretisht e ke lidhje më të fortë me babi dhe jo shumë me mamin. Çka ka ndodhur? Babi ka qejf të përfshihet vet, prandaj është si përfshirë shumë në çdo gjë që ndodh. Jo vetëm me mua faktikisht, ne jemi 3 fëmijë në familjen tonë. Kam 2 vëllezër më të vegjël dhe ai mundohet të jetë aty për ne për çdo gjë, domethënë. Po, sigurisht tylla kryesore familjare, po. Që të vegjël na ka futur në kurse pafund, domethënë është munduar që të na rrisi në të na vendosi në situata nga më të ndryshme që të mësojmë pak nga jeta, domethënë. Domosdoshmërisht ti përballesh me lloj-lloj njerëzish, me natyra të ndryshme, me aktivitete të ndryshme, edhe këto janë gjëra domethënë që mendoj që kanë ndikuar shumë tek ajo që jam unë sot. Unë kam qenë e rrahur me skenën, po themi që e vogël se kam qenë në balet. Pastaj pikturën e kam filluar, po sepse mami dhe babi kanë parë faktikisht ata e kanë vlerësuar artin që në fillim dhe kjo është një gjë që prindrit e sotëm ndoshta nuk e bëjnë aq sa duhet. Domethënë duhet zhvilluar ndjesia e artit, e krijimit që në vogëli, që në të ardhmen mund të mos vazhdoj, po ma të jetë aty diçka që të ngeli mbrapa. Edhe domethënë kjo është, mendoj që është gjëja më e mirë që kanë bërë që përveç se babi, për shembull, raporti me babi që e ke ekselent, është marrë me rritjen tënde profesionale, integritetin tënd në përfshirjen e kurseve, të shkollimit, të art, të kulturës, edukatës e gjitha këto. Po mami, çfarë roli ka? Domethënë, mami është pjesa emocionale pastaj. Me mamin jemi shoqë të ngushta, me mamin ndaj ato gjërat të tjera që pra, domethënë ti ndan këto mohabete të puçi me mamin dhe nuk i ndan me babin. Jo, nuk është aty, është pak më shumë. Ku është? Ama të keqen, ku është? Për shembull, unë me miqësinë time, ndaj ca gjëra domethënë që nuk i flas dot me babin se ndoshta si kupton se meshkujt janë pak më të ftohtë. Ta bëj sikur kuptojnë apo tani s'duan ata. Nuk kuptojnë me vërtet, jo. Ç'ke në kontradikcion tani. Arsi, më shoh do. Ke zjen jo tani. Ke zjen jo. Po të pyes për shkakun, ka një moment që ti kombinuar kordelen e kuqe me mozat e kuq. Shumë pozitive vërtet. Ka një moment që është e shënjestron për shkakun në jetën tënde si një nga momentet e tua më të vështira. Të vështira. Tani që shoh mbrapa nuk më duket asnjë gjë, domethënë s'm duket sikur kam kaluar diçka. Se më bëjnë më shumë përshtypje këto gjërat e mira. Ka ndodhur shumë gjëra të mira për të fokusuar te ato tokëqijat. Nuk mendoj që kam patur tokëqija. Domethënë, e di çfarë kam unë, vështirësia më e madhe imja janë vjetorët e viteve të ndryshme, sepse gjithmonë është
Dikur ka qenë nëntori, na e mori nëntori, tani do li. Nuk e di pse dhjetori gjithmonë është plot, do me thënë angazhim, ngarkesë, në vogli patjetër nuk ka qenë kështu, po ndoshta edhe nga fakti që jam futur në muzikë, po edhe shkolla, edhe mblidhet çdo gjë në dhjetor. Po kështu keni menduar se do gatoni për vitin e ri, se tani fillojnë këto diskutime të lartë poshtë për pazare, në për Unë nuk përfshihem fare. Se nuk gatuan, s'ke marrë dhënie të mira kështu në kuzhinë. Shiko, gatuaj për shefin tim, edhe ndonjëri bëj shefin e familjes. Për shembull, çfarë gatuan për shefin tënd konkretisht? Bëj noodles. Noodles. Ua! Jo. Moj çup folmin në kamera se ta duhet. Do martohesh nesër. Arsi, po noodles atë janë gati arsi. Se më kanë thënë lart e poshtë dashuria fillon nga stomaku, po. Vallai për zotin. Unë i bëj shumë speciale, është një lloj gatimi pak më ndryshe që i fut në tigan perimet, i skuq. Po arsi këndon, aty dhe ja dalin ndryshe ato, dalin kështu, në speciale. Vërtet. Bravo Arsi, edhe unë i bëj vezë shumë të mira. Unë të thaj piten! Nuk kam foto tani që t'rregoj, po do i ndryshoja mendjen, po nuk jo ndryshoj mendjen, s'ka problem. Po çfarë? Ai që do ta provoj Noodlesin Gjiljola tënd. për shembull, Gjiljola ditë bëj vezë kush vra. I shan vezë. Edhe omletën në mishë. Aty ndalë. Apo jo Gjiljola. So thaj piten, ta thaj piten fare. Shiko, unë kam këtë Excelente idenë që jam. nëse unë i futem kuzhinën se bëj dhe kuzhinën. Unë thjesht nuk kam Po kohën. tani multitasking. Pa nga pak. Kur të dalë më vete, do filloj edhe unë të gatuaj fasule dhe gjëra të tjera. Deri tani s'më. Faktikisht kemi nënën që na ka mbështet pafundësisht, kështu që nuk më është dashur mua, do të thënë, e kanë kështu me turën e mami dhe nëna që gatuajnë. Kështu që unë jam pak gocellastuar nga kjo ana. Arsi, një balad. Atë do thosha Do edhe të unë. sprovojmë tani. Okej, Një okej. balad dua ta kthesh, kemi një kështu një rubrikë bukur që kemi okej. stonuar ta kthesh një balad në muzikë popullore. Sa jap ti për ta bërë këtë gjë? Ja për shembull do t'jap një, më vjen kështu. Te sytë e karaokes, po. te E kemi sytë nisur me këngë karaokes. dhe mendojmë që ta Po një këngëtare tani thuar se mund të ndodhte ndryshe miq, Alban Skëndera, një fenomen i muzikës shqiptare, balada pafund ka kënduar ai dhe e refuzoi, ka qenë një nga balada që ka prekur zemra dhe shpirtin e të gjithëve. Tani Arsi e refuzoi në versionin popullor. Si mund ta zgjeroje ti këtë? Bu, okay. Shumë bukur Bëuni niste. gati që ta. Ha, prit një sekondë. Bravo! Hajde, se na isishe. Mund gjesh një talent tjetër ti. Kështu avash rrugës mund të përshtasësh këngë. Man se fillon Hajde, dasma. 3, 2, 1. Dhe refuzoj o mendin të ndaj e lotë ti kinë zjarë në sy për s'mon të qaj Kaj se nuk di më Po jo, e për baladore, Angel, se i ndërhyre. edhe më te Okej, nice, mirë, bravo. O po do dali kjo tani. Mirë. Po mirë, si tani, ja, Pak shef. bën koncerte, fiton çmime ti, 2-3 veta e marrin vesh. Tani Bën më vën dallavere ti vizën. tani. Jo, s'ka shanse se ke potencialin që Zëri është zë dhe është i pandrishëm fare. dallavere janë ato që mbërthejnë më shumë popullin se çfarë argëtim duan. Arsi, Të lodhin kokën. Ka ndodhur ndonjëherë për shembull të dehesh? Je dehur ti ndonjëherë? Po. Po, ka ndodhur. Cila ka qenë çmenduria më e madhe që ti ke bërë në jetën tënde? Një vajzë kaq e disiplinuar që e përcjell këtë dhe nëpërmjet ekranit, dua të pyet cila ka qenë çmenduria më e madhe që ti ke bërë në jetën tënde? Un kam festuar një ditëlindje time në park për shembull. Në park, apo kjo është çmendur? Jo. Kjo është gjë e lehtë fare. Apo jo, prit nuk është Çmendur. Apo s'ka qenë kjo, ka qenë Pak gjithë më tjetër. çmendur, është diçka, ti po të gërmoj një gjë më çik. Nuk është një çmenduri kaq e madhe, më vjen keq. Thjesht nuk mbaja mend se kisha vajtur në shtëpi, dhe ditën tjetër mora vesh isha me taksi, kaq. Okej. Vjen keq, nuk kam diçka më. Okej, po. Nuk është ndodhi tani. Mendova se isha teleportuar. Okej, kuptoj. Kjo. Kam miq shumë që përkujdesen për mua dhe nuk më lën të shkoj vetëm në shtëpi. Ta miq të Jo, miqe. miqe. Jo. Mikesha. Mikesha. Mirë.
Gjo, mendoj që na përsëlesh me një këngë ti, po do dëgjoj, a di këtu atë këngën Vallën e Krushve. Tararara. Ose ti kënoj unë Nuk e di se. Nuk e di se. Jemi munduar ta nxjerrim pa filtra sepse titulli i programit tonë është pa filtra. Do nuk kënaqa shumë, kështu që. Është një tip këngë kështu që është ajo Vallja e Krushve që kërcejnë kështu tararara tararara. Aq di unë kësaj këngës. Ai deri aty. Miq, do t'japim kështu puntatës son fund edhe për sot dhe do lëm takim patjetër. Ditën e premte me një tjetër të ftuar. Faleminderit, pafshim. Ciao.